Mirë, do qëndrojmë tek këto zhvillime, do të flasim për situatën politike dhe ekonomike në vend. Drejt për drejt në këtë bisedë do të më bashkohet deputeti i Partisë Demokratike Kleviz Balliu. Zoti Balliu, përshëndes, faleminderit që jemi me mua. Përshëndetje. E nisim pikërisht nga kjo protestë e zhvilluar ditën e sotme, organizuar nga Lëvizja Bashkë për sa i përket rritjes së çmimit biletës dhe sipas Lëvizjes Bashkë ata hodhen akuza se edhe këshilltarët e djathtë në Këshillin Bashkiak të Kamzës e kanë miratuar pra një vendim të tillë. Pse ky qëndrim i Partisë Demokratike në këtë bashki? Nuk e di se për çfarë bëhet fjalë aty. Ajo që di unë është në Kamës, që është një nga zonat biletës së urbanit. Është një zonë praktikisht e lënë jetim nga pushteti aktual. Ka një varfëri të tmerrshme dhe është drejt shpopullimit total dhe të rrisësh çmimin e abones do të thotë të frymëzosh shpopullimin dhe varfërinë atje. Ka pak rëndësi kush apo siç e ka votuar, kush e ka votuar, por rritja e çmimit të abones në një zonë e cila është varfëruar sistematikisht gjatë qeverisjes së Edi Ramës për shkak të një racizmi që ka në gen ky pushtet ndaj asaj zone dhe një urrëtie që ka ndaj asaj zone. Pastaj figurat të tjera që merren për ta shfrytzuar politikisht për çështjet e tyre, për të përgjigjësuar gjithë që të kapin një gjë për vete, janë çështje të tjera. Zoti Balliu, sa prioritet i jepni ju si parti ngritjes së zërit për sa i përket rritjes së kostos së jetesës? Pra, a nuk mendoni se kauza të tilla do t'i shërbenin shumë Partisë Demokratike për mbështetje të madhe në shesh? Kjo nuk është çështje për të mbështetur Partinë Demokratike. Rritjen e kostove është Partia Demokratike e cila e ka ngritur prej vitesh tani më. Nuk është një gjë e re rritja e çmimit të ushqimeve bazë. Ne jemi ata të cilët kemi folur prej vitesh se si mungesa e subvencionimit ndaj fermerëve ka sjellur rritjen e kostove, se si mungesa e investimeve në bujqësi në 12 vite ka sjellur rritjen e këtyre kostove, se si taksat që ka shpikur Edi Rama ka sjellur rritjen e kostove, qoftë në ushqim, qoftë në shtëpia, se si pastrimi i parave drogës ka sjellur rritjen e kostove në Shqipëri. Është Partia Demokratike që i ka denoncuar ata. Kush ka pasur televizore di fare mirë. Ndërkohë, zoti Balliu, qeveria ka paraqitur projekt buxheti në parlament për sa i takon edhe parashikimit për rritjen e pensioneve. Ju si parti a keni një projekt buxhet alternativ, nëse po cilat janë prioritetet kryesore, pra propozimet kryesore? Ne kemi bërë një propozim konkret dhe korrekt dhe kemi pasur dhe në programin ton elektoral për rritjen e pensioneve. Për sa i përket çmimeve të cilat apo lërave politike të qeverisë, mendoj që qytetarët janë qartë që kjo është një qeveri që ka 12 vite, që mund të kishte bërë ndonjë punë për pensionistët, që mund të kishte rritur pensionet, që mund të kishte bërë ndonjë gjë për ilaçet që i duan pensionistëve, të subvenciononte ato. Por qartazi kjo qeveri do të vazhdojë me lojrat dhe me shpiket e saj për propagandë. Kurse Partia Demokratike ka pasur një program konkret në lidhje me këtë çështje, në lidhje me ekonominë. Ne kemi pasur një program gjatë fushatës elektorale dhe besoj e kemi shpalosur atë qoftë për rritjen qoftë për sjelljen e minimumit jetik, qoftë për rritjen e pensioneve, qoftë për rrogën minimale. Pra, mendoj që nëse ka një parti që ka alternativë këtu është Partia Demokratike. Të tjerat janë zhurma që financon qeveria për të bërë zhurmën e vet dhe propagandën e vet. Zoti Balliu, të hënën vion turi i foltoreve tashmë i përjafshëm që ka nisur Partia Demokratike. Cili është, le të themi, synimi më i fortë i kësaj lëvizje dhe pse mendoni se deri tani nuk e ka gjetur mbështetjen e duhur në popull, apo jeni të kënaqur me kaq? Ajo është një protestë e cila e ngjan asaj të bashkisë, është një foltore për që më të saktë, në të cilën qytetarët mund vinë dhe të denoncojnë, në të cilën fjalimet që bllokohen në parlamentin e Edi Ramës mund të marrin një zë. Denoncime nga më të ndryshmet për çdo fushë janë bërë publike pikërisht në atë foltore. Mbështetja ndaj kësaj foltore është pa diskutim
ka qenë është dhe do të mbetet, kurse për sa i përket numrave që u kërkoni, ju i përllogarisni me protestat kombëtare. Ne nuk jemi në një protestë kombëtare, është një foltore e përjafshme. Ata të cilët deklarojnë që jo po s'ka shumë njerëz, jo po ka pak njerëz, unë kam qenë tek protesta e bashkisë dhe po të njëjtën gjë thonin dhe aty jo po s'ka njerëz, dhe e pam se si përfundoi ajo protestë, me një fitore të thellë dhe me kryetarin e bashkisë në burg. I njëjti fat do t'i rezervohet dhe shokut Edvin, i cili ka përgjegjësinë kryesore dhe themelore si arkitekt i çdo afere korruptive. Por çfarë është më e rëndësishme është edhe përfshirja e kësaj qeverie me krimin e organizuar, e cila tani më është bërë publike jo vetëm për qytetarët shqiptar, por për gjithë botën. Tu mund të flasim se si Sinaloa hyn e del në zyrën e kryeministrisë, dhe një gjë e cila tani më është bërë publike dhe faktuar edhe nga Departamenti i Shtetit Amerikan. Tu mund të flasim për rastin e Ndragetës, e cila është kapur në përgjime, ku me marrëveshje me pushtetarë të ndryshëm të shtetit shqiptar, kërkonte të pastronte 100 milion euro në ndërtim pikërisht në kryeqytet. Ktu përfshihet raportet e Europolit, ktu përfshihet raportet e antimafjes italiane, ktu përfshihen edhe raportet e prokurorisë belge dhe franceze nëpërmjet hetimit SkyECC, i cili ka nxjerrë në pa një bashkëpunim të thellë me çdo dikaster të pushtetit aktual, në veçanti të policisë shtetit, ku çdo javë del një efektiv tjetër i policisë i përfshirë pikërisht në krimin e organizuar. Kemi patur rastin e aeroportit, ku shoqëruesi i viktimës Gilmando Dani ishte oficer i AMP-s, dhe ky tani më ka ndruar jetë, dhe kemi rastin më të fundit të efektivit të antiterrorit në Shqipëri, cili po ashtu del në SkyECC që kishte lidhje dhe punonte për kartelet e drogës. Bashkë me këto mund të kujtojmë këtu Olti Bistrin, të cilën e nxorrën nga burgu dhe i kthyen gjitha miliona e miliona euro pasuri, njëri i cili del në SkyECC po ashtu edhe ky i përfshirë në trafikun e drogës. Pra, çfarë tregojnë gjitha këto për policinë e shtetit, zoti Balliu? Urdhro? Çfarë tregojnë gjitha këto përfshirje nga ana e oficerëve të policisë, nga ana e zyrtarëve? Çfarë tregojnë për policinë e shtetit? Kjo tregon që s'ka polici shtetit, ka polici të krimit. Ka polici të pushtetit. Ilir Proda është përgjegjësi numër 1, ka pa diskutim efektiv të ndershëm në policinë e shtetit, po të cilët janë komplet pamundur sepse kupola është komplet në shërbim të krimit organizuar. Dhe kjo vjen patjetër në saj të udhëzimit që ka dhënë Edi Rama. Bandat e sjellin Edi Ramën në pushtet dhe si shpërblim Edi Rama i favorizon ato qoftë në biznese, qoftë me afera të ndryshme edhe kriminale. Se ju mendoni që një vrasje si ajo e aeroportit mund të ndodhë pa dakordsinë me shtetin? Aeroporti është zona më e sigurt në gjithë Shqipërinë, është një zonë nevralgjike, është një zonë e rëndësishme të veçantë, mbrohet nga shërbimi informativ, mbrohet nga ushtria, nga garda, nga forcat speciale, ka dhe policinë e shtetit. Si mund bësh një atentat të tillë në mes të ditës, aq më tepër që atë ditë kishte edhe rritje të masave të sigurisë sepse po vinte një eskort e huaj mos gaboje Bashkimit Evropian. Pra që masat e sigurisë ishin edhe më të rritura. Një ngjarje atje nuk ndodh kurrë nëse ti nuk ke dakordsi të shtetit. Dhe patjetër që përgjegjës numër 1 është Edi Rama, sepse është ai njeriu i cili e ka futur krimin edhe në parlament dhe në institucione të tjera. Mos harrojmë këtu sa deputet kanë dalë nga parlamenti për shkak se kishin lidhje me krimin organizuar, apo jo. Pra kjo është drama më e madhe që po përjeton vendi jon sot. Dhe ky bashkëpunim ka sjellur jo vetëm pasiguri në jetën e përditshme në Shqipëri, po ka sjellur kapjen e shtetit, por ka edhe një efekt të drejtë për drejtë ekonomik. Pse? Sepse siç ka raportuar edhe antimafja italiane dhe prokuroria belge, kartelet shqiptare po pastrojnë një para të frikshme në fushën e ndërtimit dhe të turizmit në Shqipëri, çka ka sjellur rritjen e çmimeve. Dhe kjo është një nga arsyet pse të rinjtë dhe të rejat sot nuk kanë mundësi të blejnë shtëpi, pse të rinjtë dhe të rejat sot e kanë të pamundur të jetojnë në Tiranë për shkak të çmimeve të larta,
pavarësisht se ne jemi një vend që kemi rrogën mesatare 400.000 lekë, por ndërkohë ne kemi çmimet qoftë apartamenteve apo qoftë ushqimeve njësoj si në Milano apo në Londër apo në Münih, që janë vendet më të shtrenjta të Europës. Kjo vjen sepse pastrimi i parave ka shkatruar tregun ekonomik në vend. Dhe ky pastrim parash ndodh edhe te kullat, të cilat janë ekskluzivitet i kryeministrit sipas ligjit që ka bërë vetë kryeministri. Dhe ky ekskluzivitet i ka dhënë atij mundësinë që të thrasë këtu çdo kartel të mundshëm për të pastruar paratë. Dhe krijon dhe artifica me narkoarkitektët e tij për të sjellur një shumë sa më të madhe të pastrimit në moment që fillon ndërtimi. E qartë, zoti Balliu, dhe në kundërshti të qeverisë, Partia Demokratike pra opozita vjen me këto protesta në formën e foltoreve. Zoti Berisha tha që do të zgjerohen edhe në rrethe. Pra, do të vijojë të jetë vetëm në formën e fjalimeve protesta e Partisë Demokratike e opozitës, apo mendoni se është momenti dhe ka nevojë për një radikalizim të thellë? Mendoj që është jetike radikalizimi i aksionit opozitar, po jo thjesht i Partisë Demokratike, po i gjithë dhe ne si shoqëri. Nuk mendoj që ka më vend për analiza në Shqipëri. Vendi është në ditën e tij më të zezë, rinia po largohet, ekonomia është shkatruar, krimi po kontrollon çdo territor të vendit, korrupsioni ka kapur maja në pika të pa menduara ndonjëherë, jo në Shqipëri, por në gjithë botën. Në këtë kontekst nuk ka më vend për analiza. Mendoj që këtu është jetike një aksion ballor dhe i fortë. Është vënë në diskutim edhe vetë pluralizmi në Shqipëri, është vënë në diskutim siguria e jetës së qytetarëve shqiptar, kur se je sigurt në gjykata, se je sigurt në shkollë, nuk je sigurt as gjëkundi, çfarë sigurie flasim? Kur se je sigurt as në aeroport, do të thotë që siguria ka rënë totalisht. Pra me një qëllim jetik për shpëtimin e vendit, me një qëllim etik për të mbrojtur demokracinë dhe për të sjellë demokracinë më saktë në Shqipëri, çdo formë është e pranueshme. Kur qëllimi është i drejtë, të gjitha format janë të sakta. Ne do duhet që të radikalizojmë këtë aksion politik, por jo si një parti politike, por si shoqëri, se duhet të theksojmë. Krimi nuk është problemi i Partisë Demokratike, por është problemi i gjithë Shqipërisë dhe shqiptarëve. Varfëria nuk është problemi i Partisë Demokratike, por është problem i Shqipërisë dhe i shqiptarëve. Lidhja e krimit me politikën nuk është problemi i Partisë Demokratike, por është problemi i Shqipërisë dhe i gjithë shqiptarëve. Rritja e çmimeve nuk është problem i Partisë Demokratike, por është i Shqipërisë dhe i gjithë shqiptarëve. Mungesa e subvencioneve në bujqësi nuk është problem i Partisë Demokratike, por është problem i Shqipërisë dhe i gjithë shqiptarëve. Edi Rama nuk është problem i Partisë Demokratike, por është problem i gjithë Shqipërisë dhe i gjithë shqiptarëve. Ndaj do duhet që ta largojmë atë të gjithë bashkë, duke filluar me intelektual, me gazetar, me artist, me sportist, çdo qytetar shqiptar duhet të bëhet pjesë e një aksioni, patjetër që opozita do duhet të jetë në ballë të këtij aksioni dhe do duhet të bëjë sakrificat më të mëdha në këtë aksion, por që është jetike për shpëtimin e këtij vendi që këtu të ketë një radikalizim të këtij aksioni. Asnjë diktator nuk ikën me të lutem ik. Diktatorët hiqen, nuk u merret leje. Zoti Balliu, ka patur raportime se një përfaqësi nga Partia Demokratike do zhvillojë takime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A ka informacione tjera për çfarë bëhet fjalë? Jo vetëm tani, po do ketë përsëri edhe në shkurt, do ketë vazhdimisht eksponent Partisë Demokratike, të cilët do të shkojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të bërë takime. Duhet kuptojmë që agenda e Shteteve të Bashkuara me agendën e Partisë Demokratike, siç besoj e dini edhe ju, është tani më në të njëjtën drejtim dhe në të njëjtën vijë, luftë kundër karteleve të drogës. Në qoftë se ne kemi një çështje të përbashkët sot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në luftën për liri apo për demokraci, është pikërisht betejë kundër karteleve të drogës. Shikon, nga Ronald Reagan deri sot një gjë është e provuar, që e majta ka dëshirë dhe historia ka treguar që e majta bashkëpunon me kartelet e drogës. Njësoj bashkëpunonte Pablo Escobar me të majtën ekstreme në Kolumbi për të goditur shtetin, njësoj bashkëpunon sot Edi Rama me kartelet e drogës në Shqipëri. Pra, në këtë aspekt,
mendoj që takimet që ne dhe diskutimet dhe informacionet që ne ndrojmë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë në fokus kartelet e drogës dhe pastrimin e parave që bëhet në Shqipëri. Duke marrë shkas edhe nga urimi që bëri presidenti Trump, i cili qartazi deklaroi se themeli dhe pika kyçe për Shqipërinë dhe për Amerikën është lufta kundër narkokomunistave. Nuk mendoj që ka njeri më narkokomunist që i përshtatet kësaj fjale, nuk mendoj që ka njeri më shumë se Edi Rama që i përshtatet kësaj fjale. Nuk ka më narkokomunist se që është Edi Rama. Se ekziston njeri tjetër në rrezullin toksor që mund të përshtatet kësaj fjale më shumë se sa Edi Rama. Edhe një pyetje të fundit, zoti Balliu. Partia Demokratike shpreson ende për heqjen non grata të zotit Berisha nga administrata Trump? Mendoj që praktikisht non grata ka rënë. Sali Berisha sapo është zgjedhur zëvendës president i IDU-s, në të cilën janë pjesë shumë kryeministra dhe president të cilët janë aktualisht në pushtet në gjithë botën demokratike. Non grata e Sali Berishës erdhi si financim i një organizate që sot është në hetim si organizatë kriminale në Shtetet e Bashkuara, që është George Soros. Zoti Balliu, faleminderit që ishit në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Kënaqësia është ime, faleminderit juve.